Sealand, deti i veriut në brigjet e Anglisë. Ky është një mikrokombi ndërtuar në një fortezë detare të luftës së dytë botërore në detin e veriut, afërsisht 11 kilometra nga brigjet e Suffolk. Ai u ndërtua nga Marina Mbretërore Britanike në 1943 me qëllim mbrojtjen kundër sulmeve ajrore gjermane dhe pushtimeve të mundshme detare. Në të strehoheshin rreth 150 deri në 300 veta personel dhe ishte i pajisur me armë kundër ajrore dhe pajisje radari. Pas luftës, kalaja u çaktivizua dhe u braktis nga Marina në 1956. Në vitet 1960, deti veriut u bë qendër për stacione të radio pirate që vepronin jashtë jurisdiksionit britanik dhe në ishull u vendosën njerëz që kishin lidhje me këtë aktivitet. Në vitin 1975, Sealand shpalli kushtetutën e vet dhe më pas një flamur kombëtar, himn, monedhë, pasaport dhe vula autentike. Ishulli i kukullave, Meksik. Ky ishull në kanalet Xochimilco është vetëm 2 hektar, por historia e tij unike e ka bërë atë të njohur. I ndodhur pranë qytetit të Meksikos, ishulli i kukullave është një vend mjaft i frikshëm. Historia e tij është e lidhur me një njeri, Don Julian Santana Barrera, kujdestari i ishullit të vogël i cili fillimisht ishte pronë e tij. Legjendat thonë se Don Julian gjeti trupin e një vajze të re që ishte mbytur në kanalet përreth ishullit. Menjëherë pas kësaj, ai gjeti një kukull që notonte në ujë, për të cilën besonte se i përkiste vajzës. Nga respekti për shpirtin e vajzës së ndjer, Don Julian e vari kukullën në një pemë. Gjatë viteve, Don Julian vazhdoi të mblidhte kukulla të hedhura nga kanalet dhe grumbujt e mbeturinave dhe i varte ato në pemë. Ai jetoi një jetë të vetmuar në ishull dhe besonte se kukullat e ndihmonin për të larguar shpirtrat e këqij, veçanërisht shpirtin e vajzës së mbytur. Don Julian u gjeti mbytur në të njëjtin kanal ku ai pretendonte se kishte gjetur trupin e vajzës së vogël më 17 prill 2001 dhe që prej asaj kohe, ishulli me mira kukullat e tij të frikshme u bë një atraksion turistik gjithnjë e më popullor. Ishulli i vogël St. Simons, Georgia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai quhet Little, ndodhet në Georgia të Shteteve të Bashkuara, është rreth 10.000 metra katror dhe është një strehë e pacënuar e kafshëve të egra. Ishulli është në pronësi private dhe pjesë e ishtujve të artë. Fillimisht ai zotërohej nga Samuel Augsburger, një kolonist zviceran, i cili e bleu atë nga mbreti George II në 1760-ën. Më vonë u blen nga majori Pierce Butler, një pronar i shuar tokash i cili krijoi një plantacion pambuku të quajtur Plantacioni i Eksperimentit. Në vitin 1908, ishulli u blen nga Philip Berolzheimer i kompanisë Eagle Pencil, kryesisht për pemët e tij shumë të përshtatshme për lapsa. Gjatë luftës së dytë botërore, ishulli shërbeu si një stacion patrullimi për rojet bregdetare të Shteteve të Bashkuara për të vëzhguar aktivitetin e nëndeceve gjermane. Koda Karajima, ishujt Tokara, Japoni. Ai është një ishull i banuar rreth 0.39 milje katror, që është ende mjaft i vogël, por më i madh se disa të tjerë në këtë listë. Fjalë për fjalë emri i tij përkthehet ishulli i vogël i Thesarit dhe është pjesë e një zinxhiri prej 12 ishujsh të vendosur midis Yakushima dhe Amami Oshima. Pas luftës së dytë botërore, nga viti 1946 deri në vitin 1952, të gjithë ishujt e zonës, përfshirë edhe ato Tokara, u vënën administrimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe ju kthye kontrollit japonez më 10 shkurt 1952. Densiteti i popullsisë është tejet i vogël, përgjithsisht varion midis 40 në 200 banor. Key Sable, Haiti. Ky ishull i vogël në gjirin e Gonaïves, afërsisht 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit të Haitit, raportohet të ketë një sipërfaqe rreth 0.4 hektar, por megjithatë ai ka një popullsi që vlerësohet të jetë më e dendura në botë në raport me sipërfaqen. Ai është i banuar nga rreth 250 deri në 300 njerëz, jetojnë atje në rreth 75 shtëpi.
duke e bërë dendësinë jashtëzakonisht të lartë. I gjithë ishulli është në thelb një banim, pa hapësirë për rrugë, parqe, ndërtesa publike apo biznese, dhe është i arritshëm vetëm me varka të vogla nga fshati Petit Anse. Edhe pse në ishull nuk ka asnjë burim natyror të ujit të pishëm, vizita në të është një përvojë intime dhe natyrale për turistët e pakët që e vizitojnë atë. Shkëmbi Dumbar, Honduras, afërsisht 7.000 metër katror. Ky është një ishull shumë i vogël shkëmbor me një vilë luksoze të ndërtuar mbi të, e cila praktikisht mbulon të gjithë sipërfaqen. I vendosur në brigjet e Guanaya, shkëmbi Dumbar është vërtet unik dhe magjepsës në të gjithë gjirin e Hondurasit. Legjenda lokale rreth tij pretendon se pirati famkeq Blackbeard dikur përdorte Dumbar Rock si një vend ankorimi për anijen e tij. Pas lidhjes me Blackbeard, disa histori lokale aludojnë se mund të ketë një thesar të fshehur pikërisht nën shkëmbin Dumbar. Gjatë ndërtimit të vilës që tani dominon shkëmbin, pronari fillestar thuhet se zbuloi një shpellë të fshehur në ishull. Brenda saj u gjetën pjesë të qeramikës para kolumbiane, duke lënë të kuptohet për banorët e mëparshëm ose vizitorët e shkëmbit. Nish-ta-Gher, Britani, Francë. Është një ishull baticesh në Rivière d'Etel, në Britani, Francë, dhe madhësia i ndryshon në varësi të baticës dhe zbaticës. Në valën e lartë sipërfaqja kuret ndjeshëm deri në 25 metër. Ai ka një ndërtesë të vetme, të vogël mbi të, e cila është i pari më i spikatur. Ajo u ndërtua në 1894 dhe dikur ishte vendbanimi një kujdestari dhe familjes së tij që menaxhonte shtretërit e gocave të detit. Lumi Etel është i njohur për kultivimin e këtyre të fundit. Pavarësisht nga madhësia e tij, Nish-ta-Gher dhe shtëpia e tij simpatike janë bërë një imazh ikonik dhe shumë i fotografuar i Britanis, që shfaqet shpesh në kartolina dhe në literaturën turistike, pasi ai është më shumë se një ishull. Është një pikë referimi magjepsëse që mishëron sharmin dhe historinë detare të Britani. Ishulli Simping, Kalimantan Perëndimor, Indonezi, 5380 metër katror. Ai raportohet të jetë rreth 0.5 hektar dhe përveç madhësisë njihet gjithashtu për plazhet me rër. Ishulli ndodhet në brigjet Kalimantanit Perëndimor në Indonezi, saktësisht brenda zonës administrative të qytetit Singkawang. Disa burime thonë se ai ishte i banuar në të kaluarën, ndërkohë aktualisht nuk është më për shkak të erozionit. Një urë këmbësore, 100 metra, lidh ishullin Simping me kontinentin në plazhin Teluk Mak Yantu në fshatin Sedau, në distriktin Singkawang Jugor. Kjo e bën atë lehtësisht të arritshëm në këmbë. Pamja që ai ofron është mbreslënëse, me panoramën e bukur të plazhit dhe formacionet shkëmbore përreth. Ishulli Just Ruminaf, Thousand Islands, Shtetet e Bashkuara, Kanada, 310 metër katror. Ai është tepër i vogël me një shtëpi të vetme, një pemë dhe disa shkure në të. Ai ndodhet në lumin St. Lawrence në New York, Shtetet e Bashkuara, afër kufirit me Kanadan dhe njihet gjërësisht si ishulli më i vogël i banuar në botë. Ishulli u ble në vitet 1950 nga familja Sisland, e cila kërkonte një stre pushimesh larg zhurmës së qytetit. Sisland ndërtua një vilë të vogël në ishull, duke shfrytëzuar pothuajse çdo centimetër katror të tokës së thatë. Pema që ata mbollën thuhet se ishte e nevojshme në mënyrë që toka të kualifikohej zyrtarisht si ishull në rajonin e Thousand Islands. Edhe pse një vendstrehim privat, statusi i tij unik si ishulli më i vogël i banuar, e ka bërë atë një pikë interesi për turistët dhe vizitorët që lundrojnë me varg nëpër ishuj Thousand. Shtëpia është e ndjeshme ndaj përmbytjeve periodike dhe madje edhe pas lëvizjes së motorbarkave për shkak të afërsisë me ujin. Bishop Rock, ishujt Scilly, Mbretëria e Bashkuar, 45 metër katror. Shpesh përmendet si ishulli më i vogël në botë, i cili ka vetëm godinën një fari në territorin e tij.
Ai është një dalje e vogël shkëmbi dhe ka një sipërfaqe afërsisht rreth 45 metër katror në bazën e tij. I ndodhur në ishujt Scilly, të cilët janë një arkipelag 45 kilometra larg majës jugperëndimore të Cornwall, Angli, në krahun verior të Atlantikut dhe pa asgjë përveç detit të hapur përreth dhe Amerikës së largët nga krahu tjetër, ai shtronon pjesën më perëndimore të Anglisë. Nevoja për një far në Bishop Rock u bë e dukshme për shkak të mbytjeve të shumta të anijeve në zonë. Përpjekja e parë për të ndërtuar një far filloi në 1847, kohë kur inxhinieri James Walker projektoi një kull prej gize me vida. Sidoqoftë, kjo strukturë u shkatëruan nga një stuhi në shkurt të 1850-s përpara se të instalohej feneri. I pashqetësuar, James Walker filloi një përpjekje të dytë, këtë herë duke përdorur një strukturë graniti më të fortë. Fari ndriçoi për herë të parë më 1 shtator 1858. Kulla 35 metra e gjatë përmbante 2500 ton granit të veshur. Bishop Rock Lighthouse u automatizua më 15 dhjetor 1992 dhe rojet e fundit të farit u hoqën më 21 dhjetor 1992.